Pyetja radhës thot kështu. Buri edhe pse jam an vetes fetar, më bën zullum shumë. Pyetje që ka ardhur në Facebookun e juaj. Allahu e zoft këtë vëlla, këtë burr, këtë besimtar, këtë bashart që bën kështu. Dhe atë përkujtojmë me këshillin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka thonë khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ka thonë më i miri për ju është ai i cili është më i miri me bashortën e vet. E pastaj ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ka sfiduar sahabët e ka thonë dhe unë jam më i miri në sjellje me bashortën time. Pra kjo është me konfetar. Kjo është fetarizmi. Kjo është me konfetar. Nuk ka fetar me qenë i mirë me kretë dunjon e i keq me bashortën tënde. Me bo zullum dhe padrejtësi bashortës tënde. Me gjithë me qenë tolerant, me gjithë me qenë i sjellshëm, fatkeqësisht kjo është një sprovë që shpesh ndëgjojmë si ankesë. Që për disa vëllezër kur ndëgjojmë se çfarë ankesash kanë bashortët e tyre dhe kur ta shikosh atë njeri se sa i mirë, sa i sjellshëm është me gjithë botën, e ke vështirë të lidhish këtë njeri me atë sjellje dhe paraqitje që e ka me të tjerët. Thot sa i butë është me dunjon, sa arrogant është me bashortën e vet. Sa tolerant është me gjithë botën, sa strikt dhe ekstrem vendimet e vetë është me bashortën e vet. Me të vërtetë se ne kuptoj. Sa gjymert është me gjithë dunjon, e sa kopracës me bashortën e vet. Donjëherë mes tyre dy njerëzve e ke vështirë të bësh lidhjen dhe çtin dyshim i thon, me të vërtetë ky personi që e duk, po veçaj është, i njëjti që edhe foton shifet që kjo është. Domethënë ke vështirë mu bindë se me të vërtetë ai njeri aq zullum mund t'i bën bashortës vet. Nuk e di kjo është prej ignorancës, a është prej keqkuptimit të sjelljes dhe butësisë së gruas dhe respektit që e ka ndaj burrit të vet, apo është thjesht me një padrejtësi që e gjen momentin ku ai burri me shit veten se është ligj dhe ai do thotë ati zguxon askush mi bo edhe e gjen gruan më dop shpinën e vet dhe çat ego të vetën, do thotë çat maçollëk të vetën që do me shit, do thotë e ka gjetë gruan e butë dhe çati e shkel dhe e myt, do të dhe e mbyt kështu me sjellje arrogante shpirtnisht për çdo ditë bashortën e vet. Kjo nuk është islam. Çdo se mund me qenë islam nuk është. Besimtari i mirë është i mirë edhe me bashortën e vet. Është i sjellshëm edhe me bashortën e vet. Madje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë më i miri është ai i cili është më i miri me bashortën e vet. Ka njerëz gjithë dunjon si bëjnë mirë, vetë bashortës e vet si bën mirë. Gjithë i respekton veç atë se respekton. Gjithë i qet në darkë atë kurse qet në darkë. Me gjithë sjellët mirë, ma sjellët keq. Me të vërtetë i mirë në adhurimin në raport me Allahun azza xal, fal namaz, agjeron, jep sadaka, është i butë, është i sjellshëm, i moralshëm, gjithë në shtëpi vet luan. Palestinën e përmenën stop atje. Abe kretë dunjoja e dhimbët bashortë e vet si dhimbët. Thotë, kjo është keqkuptimi i fesë. Keqkuptimi i fesë dhe Islami nuk është kjo që ky njeri e bën. Veprimi i tij është krejtësisht në kundërshtim me plotësisht kundërshtim me Islamin. Shumë hadith i mirë, më i miri për ju është ai që është më i mirë me bashortën e vet. Këtë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ka verifiku, ka thonë, edhe unë jam më i miri me bashortën time. Me tregu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krahas që ka qenë pejgamberi më i mirë, vula e pejgamberisë, përsëri është mundu me qenën më i mirë në sjellje me bashortën e vet. Dëgjoni ju feministët që i keni do emisionin nëpër Kosovë, çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri muslimani, më i mirë është ai i cili sillet mirë me bashortën e vet. Allah të shpërblet këto, po të më shtu lidhe me këtë shka. Po, fol. Andaj, ju themi që këtë arogancë dhe këtë psikologji deviante që i kanë disa burra, për i Zotit mos të fshehin dhe mos të fshihin pas Islamit. Kjo është një karakter i gabueshëm që s'ka lidhje me Islamin. Islami nuk e përkrah këtë.
Dhe Islami është krejtësisht ndryshe prej asaj që veprojnë këta njerëz. Nëse me të vërtet janë musliman hakikat, duhet me kuptu se pjesë e devotshmërisë tyre është mu sjell mirë me bashortet e veta. Vallahi disa njerëz dhe ndonjëherë disa motra besimtare që na rastis me ndëgju apo me pa apo ata vetë me shpreh ankesat e tyre. Çfarë ankesa kanë nga bashortet e vet? Nga bashortet e vet, do të habitësh se si kanë mundësi ata njerëz kështu me trajtu një femër. Mos fol me një bashort, mos fol me një nonë në cullëve to. Mos fol me domaqinkën e shtëpisë tënde, mos fol me njeriu që është gjysma e fesë tënde. Bashorti është gjysma e fesë tënde. Bashorti është gjysma e imanit tënd. Në shumë këndvështrime ka ta shohësh, bashorti është diçka shumë e rëndësishme në jetën e muslimanit. Unë mund ta kuptoj momentale me pas keq kuptime. Ndodhe, po. Fillet martesë nuk njihen, nuk dihen mirë mes vete, hahen si macamini, për domia e lufta, për dominancë në fillim, dhe kush të shitet ma macho, ma si maksi, e kuptojnë fillim. Edhe diçish edhe pse s'duhet me qenë ajo as në fillim. Po disi, themi hajde alo 3 janë alo snifën. Ama njeriu do të në formë sistematizuar me vite. Do të mos me llogarita si njeri bashortë në jetën e vet, do të valloj kjo nuk është prej Islamit. Besimtarët, si ka hije kjo? Ati që fal namaz, si ka hije kjo? Ati që thot unë jam musliman, jam i drejt, çfarë drejtësia është kjo? Kështu me trajtu grun, me trajtu bashortë. Ajo është njeriu që meriton çdo respekt tënd. Dhe maksimumin e respektit tënd e meriton kjo bashorte, pastaj e meritojnë të tjerit. Fatkeqësisht bota dhe na muslimant dhe në përgjithësi në vendet tona, gjithë kanë përparësi, në fund vije në radhë bashortja. Dhe kjo është shumë një gjë tragjike dhe e llogarisim turp me thonë falni vllazni shok, dostar, miq, koleg, së në visonte se du të me dalë me bashkërtë. Kjo është edhe një gabim që e llogarisi njerëzit turp me thonë se së në vi me juve se kam obligime ndaj bashkërtës temi, ajo ka nevojë, unë e t'jem afër saj. Ta çoj apo të shkoj dikon tjetër. Do ku shkruan se kam përparësi shokët para bashkërtës. Se cilin vendin e vetë. Po, parimisht, çaj bashkërtë e cila është gjysma e fesë tënde, gjysma e imanit tënd. Dhe është i njeriu që së bashku me te ke marrë rrugtimin për xhenet. Dhe është bashkërta jote që ka braktis gjithë familjen e vet, për ty ka ardhur në atë shtëpinë. Edhe ti, ajo gjithë i ka braktis, shtash edhe ti e braktisat. Se di unë në çfarë citapi shkruan kështu me bë. Mundemi na me bë kiksa momentale. Ndodhe, po. Ajo mendësia mashkullore, ka ato momente veta, ka ato botkuptimet e veta, por jo në formë të sistematizuar. Jo me bë rregull. Jo gruaja me ndjej vetëm si sende më i pavlefshëm në shtëpi. Njeriu më i parancishëm ajo, do të ajo mos më pyet për asgjë, mos më konsultu për asgjë, mos më respektu për asgjë, mos. Ana gratë tona si kemi se ti vetë robnejshme pas kemi obligime fetarisht edhe ndaj robnejshës me ble me pare, si madh me shku me ble, ki obligime ndaj asaj si njeri. Në kontekstin islame, feja si e parasha. Me qenë punëtore, me pare, me pagujt 8 orë dush me punu tonë, mas 8 orë shko të shpejote, ki përsëri obligime ndaj qasoj punëtore, edhe pse e pagun. Mas flasim për një grua e cila krejt familjen e vetë, krejt jetën e vetë, e ka braktis ka ardhë, ty me të nderu, me dasht, ton tjetra i tonat, ton si ma zi, si ma beter. Edhe kur të ndëgjosh njerë prej atyve që pretendojnë se janë të uzumë, se janë muslimanet, se veprejnë kështu, kjo është shumë tragjike. Kjo është shumë tragjike, edhe këtë padrejtësi kur ta ndëgjosh me të vërtet,
mërzitesh dhe thu na jemi të tregu për Islam dhe këto vlezër, këto besimtarë janë të ndëgju për Islamin, janë të mësu për Islamit, apo janë të mësu për diçka tjetër se si duhet mu respektu bashortja. Dhe është një situatë alarmante që këto tema duhet të më shpesh të ispikase. Sipas statistikës në Maqedoni në vitin 2024 gati se 40% të martesave kanë ndështu. Zyrtarisht 20% që janë bën niqa. Ajo e dini se shumica marton mas 6 muajve, 1 vjetëve shkojnë bën niqa. Brenda 2024 që ato që janë bën niqa, 20% zyrtarisht janë nda. Unë jam i bindur se janë 20-30% tjerë s'kan shku te ofiqere, do thotë te komuna që të bën niqa shtetëror. E sa niqaje që s'janë bo kanë dështu, sa fejsa kanë dështu, është shumë një situatë alarmante, që duhet pas kujdes dhe duhet më shpesh mi trajtu këto tema, që edhe motrat muslimane, po edhe gratë, femrat në përgjithësi mos t'i sjellin para aktit krim. Kur flasim për bashortën, qoftë edhe jo muslimane, që ato dispozita i ka, dush me trajtu si bashorte. I ki obligim, s'ka ishmërish, për them këtë me qëllim se ka në Evropë musliman që janë të martu me jo muslimane dhe mendojnë se me Gjermanka, me Zvicronet, çka dush nacionaliteti bashkan gjitja, atë ki obligim me trajtu si bashorte. S'ta intereson çfarë feje kjo, ka ajo. Ajo është bashortja jyte dhe kjo obligim fetarisht që ti mu sjell në formën më të mirë të mundshme ndaj asaj bashorte. Që mos litë për shqipja se flasim vetëm për bashortën muslimane. Ja, s'ka bashorte muslimane. Muhamedi thasë, më i miri për është më i miri me bashortën e vetë. Hake muslimane, hake jo muslimane. Nësë është bashortja jyte, e ke obligim me trajtu atë në formën më të mirë të mundshme. A di si dush me trajtu atë? Si kur vajzën tante. Shumë me vend që ka. Se shumë kushit i djekte vajza e vetë, edhe ka qef vajza e vetë trajtohet mirë ndaj prej burit, të respektohet, të nderohet, kështu me radhë, atë bashortën e vetë do më thonë diktator. Ndaj bashortës e vetë cilë si kur me qenë diktator. E kur vjen puna vajza e vetë, do të qëtë kanune dhe qëtë regula fetare dhe sheriat mundot me të regu, a me pyet bashortën e vetë, si është sjell ki ndaj asaj, do në si mazi. A haron ki se kjo bashortja e këti është vajza e dikujt, që e kalon babën dhe nonën ka artë te. Të kemi frikën e Allahut. Të kemi frikën e Allahut dhe të mos e fshehemi ignorancën tonë pas Islamit. Jo, kjo s'është Islam kjo. Islami nuk e toleron padrejtësinë. Stop zullumit ndaj grave. Mesazh nga hoxha, dus mu sill mirë mu shëtit hoxha, numre me shku me gratë, me tu jetën, apo. Po marrësh mi parmendë këta. Po. Nëse nuk shkon me bashortë numre me kanë ti më shku. Me shoqëni janë pikë do. Si është sikur me thon kur je jetshëm dush me pi ujë, po dihet ajo se kur je jetshëm dush me pi ujë, nuk pi benzin. Vallahi. Ujë pi kur je jetshëm. Po njeriu kur bën një qef me bo bashkë me bashortën e vet. Shkon në ibadet me bo, shkon me bashortën e vet. Shkon me shëti, shkon me bashortën e vet. Edhe unë këtu kam mesazh që i shoh disa shkon hat, shkon vet. Po ku i ki bashortë? Shkon numre vet me shok. Shkon pushim me shok. Kështu për çfarë të përmendën? Del me hec me shok. Ajo bashortë çka është? Ajo për kanë ka ardhur në atë shtëpi. Ka ardhur muret e shtëpisë me i rujta. A e ka ardhur për ty. Ti shumicën e kohës me kalu me bashortën, natyrisht, ma si ti krysh obligimet ditore, punën, kështu me radhë. E pastaj nëse mbetet pa kohë, ja përkushton edhe shokëve, edhe kolegëve, edhe kujdikujtën e. Por fatkeqësisht të ndodhe kundërta. Unë shpesh flas në për kafen qajtore, ku ju flas, vëllezërve xhamatit tham, si ka mundësi gjithë ditën me të qëndru këto në kafen qajtore, pse nuk shkoni në shtëpi të juaja?
shkobe të shtëpia. Shkobe li afër bashkëshortes tonë se e ka nevojë për ty. Me të konsultu për fëmijët, për vajzat, për djemë qiki, a janë të vigilant, më dhejnë shkollë si kalojnë, në punë si kalojnë, në universitet, fakultet, ju ka vakti për martesas, ju ka a bëjnë gabime, ajo non që ka nuk shef, a ka nevojë me dikant ta qaj një dert. Po dale edhe të hejtë si kur këtë bota normale që ecë. Me ti me donë me pi një qaj, një kafe, të her pasere me ndru ambientin. Së për thamon e mu bo rrugaq në 24 orë me gratë rrugëve me qëndru. Edhe atë se tham, pi në ekstrem më zdalim. Po njëri her pasere do thotë e përkushton një ko edhe për bashkëshorten e vetë. Bontoni dhe trendi i komunikimit do thotë ndryshon me konë, me qenë in me konë, jo in me teknologjie, këne me grut, mu si sikur në 1976, në koptan. Në son regull kjo, 2025 jemi. Jemi 2025, o vlezar. Që të pas kujdes, se edhe bot kuptimi bashkëshort dhe bashkëshorte ka evolu. Përderisa ai bot kuptim nuk është ndesh me rregullat e parimet fetare, nuk prish kur gjo punë që ti me qenë rrjedha me çata bontone bashkore që i kam. Dhe mendoj mos na duhet mi përmend këto momente. Po. Mos me shku as ekstrem, mbyll, mos me shku as ekstrem që 24 orë do të më nejtë rrugëve. Edhe ajo nuk është jetë bashkëshorte, ajo është jetë rrugore. S'ka nevoj bashkëshorten me dash jashtë rrugëve, në licë në thëjnë në shkollë. E ka vendin ku e do, si kur do që bëjnë, do të me do në kafe, edhe mi tregu ketve, Allah, këshire, unë e du gru. S'ka nevoj edhe kështu me bo. Te shpija e do gru. Duje të shpija. Po, duaje të shpija, e ka vendin e vetë. Andaj jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, sidomos ata të cilët pretendojnë se janë fetar dhe e pasojnë fe. Edhe nisën në këtë rast nëse ndodh kjo si ka fajt islami, ka fajt ki muslimani. Personi, individi ka fajt, si ka fajt islami. Islami e parashef sjelljen ndaj gruas në formën më të mirë dhe më të bukur. Dhe është obligim. Mu sjell mirë dhe but me bashkëshortet tona. Po dhe kur gabojmë nuk prish asgjë keq, punë mi thonë ma ban halal be. Ja gruaja ta falja kush, ja bashkëshortja gëzohet me përmirësimin tonë, me pendimin tonë, ja kush. Daj mi gjendje me abanxhim, mos si më mirë, si mi gjendje një gest, një hap pozitiv me bo me bashkëshortet tonë. Allah na vetë disoft e na përmirësoft.